Libri i autorit Apolonia Iliriz Bashkim Vreka është një libër shumë i rëndësishëm. Është një libër duke folur dhe gjipar si për studiusit, por edhe divulgativ. Pra edhe për lexuesin e zakonshëm me një kulturë mesatare e absorbon atë, e asimilon. Është një libër shumë interesant. Libri trajton periudhën e themelimit, e cila më herët është marrë viti 588, por nga gërmyrat arkeologjike që janë bërë nga misionet arkeologjike aty dhe nga vetë autori i bashkëpunimit, është gjetur material që daton, pra e shtyn këtë datim të pak me një gjenerat më herët. Pra pak a shumë njëjtën kohë me Durrësin. Durrësi, Epidanusi antik, që është qyteti i parë që mendoj, pra edhe Apolonia është pak a shumë në të njëjtën kohë. Brenda një 5 vjeçari qyteti themelohet. Vlerat të tjera të rëndësishme është që autorët i kanë trajtuar diku edhe shkarazi më herë, autori përqendrohet më shumë është sidomos ekonomia e qytetit, pra jeta ekonomike e qytetit, e merr në detaje. Si organizimi politik i qytetit, administrativ, pra janë marrë struktura administrative të një qyteti që është një bashki e sotme, do ta quanim. Pra autori e përshkruan atë në detaje, me dhe gjithë organigram do quaj sot, pra gjithë punojësit se si ishte organizuar qyteti. Pra struktura administrative e tij, gjë shumë e rrallë për kohën. I kushtuar shumë rëndësi, për shembull, një nga monumenteve më të rëndësishme si Nimfeut, është ky burimi të zjarrit, që gjendej në një trekëndësh mes apoloniatëve, bylinëve dhe amantëve. Diku, ai nuk e specifikon, e lë të lirë këtë, por thot diku mes këtyre 3 vendeve, këtyre 3 qyteteve. Përshkruhet tregtia, ana ekonomike, politike, sociale, organizimi social, duke bërë edhe përqindje deri diku, duke studiuar dhe emrat e personave që kanë jetuar aty, përkatësia atyre etnike, për shembull. Si përkatësia helene, përkatësia ilire, përkatësia romake, madje edhe nga Aleksandria e Egjiptit gjenden emrat, nga vinë nga mbishkrimet e gurëve të varrit. Dhe po them është një libër shumë i rëndësishëm, ka disa detaje shumë interesante, dhe mbi të gjitha nuk është një libër i mërzitshëm që do të jem mbyll dhe nuk do ta shikosh më. Pra është një libër shumë interesant.